Kapitulli, njeriu, shpikësi i shkatërimit. Armët nuk vrasin. Njerëzit vrasin. Bombat nuk shpërthejnë vetë. Vendimet i merr njeriu. Dhe njeriu është ndoshta krijimi më i rrezikshëm i Zotit. Nuk është pushka që zgjohet në mëngjes për të shënjestruar një zemër. Nuk është bomba ajo që zgjedh një qytet për ta kthyer në hi. Nuk është thika që vendos të pres mish. Të gjitha këto janë mjete të heshtura, të palvishme, të pafajshme në vetvete. Derisa të bien në duart e njeriu. Sepse është njeriu që vendos të vras. Njeriu që urdhëron sulme. Njeriu që shpik mënyra të reja për të shkatëruar. E megjithatë, çuditërisht, ai sërish fshihet pas mjetit. Faji shpesh i lihet armës. Por arma nuk ka ndërgjegje. Njeriu po. Historia e njerëzimit është një dëshmi e pandërprer e brutalitetit të vetes ndaj vetes. Luftërat nuk i shpërtheu Zoti, i nisën burrat me etje për pushtet. Gjenocidet nuk i urdhëroi natyra, i kryen njerëz që kishin zemra të mbyllura dhe urrëtie të ndezur. Dhuna nuk është një forcë e pashpjegueshme, është një vendim. Një zgjedhje. Një akt i ndërgjegjshëm i njeriu. Dhe kjo është ironia e tmerrshme, prej të gjitha krijesave që populluan tokën, vetëm njeriu është i aftë të përdorë mendjen për të justifikuar mizorinë. Vetëm ai shpik pretekste, krijon ideologji, ndërton sisteme që e bëjnë vrasjen të duket si domosdoshmëri. Kafsha vret për të mbijetuar. Njeriu vret për lavdi. Për fe. Për hakmarrje. Për fitim. Apo, më keq akoma, për zbrazëti. Nuk ka bombë që shpërthen vetë. Duhet një dorë ta ndez. Nuk ka plumë që gjen rrugën pa një gisht që e shkrepi. Nuk ka genocid që ndodh pa një urdhër. Dhe ky urdhër del nga goja e një njeriu. A është kjo fuqia më e madhe që na u dha? Apo është mallkimi më i madh që na ndjek? Sepse në përpjekjen për të ndërtuar civilizim, kemi ndërtuar edhe armët më të sofistikuara për të zhdukur gjithçka që ndërtojmë. Ne bëjmë paqe, por ruhemi me raketa. Predikojmë dashuri, por armatosemi për luftë. Pikërisht për këtë, njeriu është, ndoshta, krijimi më i rrezikshëm i Zotit. Jo sepse është i ligë nga natyra, por sepse është i lirë të zgjedhë. Dhe shumë herë, zgjedhja është e gabuar. Në një botë ku armët janë në duart e të frikësuarve, urdhërat në duart e të korruptuarve dhe fuqia në duart e të pamëshirshmëve, ne nuk mund të fajsojmë më heshtjen e bombës. Faji është në gjuhën që urdhëron, në trurin që planifikon dhe në shpirtin që nuk ndjen. Sepse siç tha dikush me mençuri, armët nuk vrasin. Njerëzit vrasin. Fund i kapitullit.